sigurisht në transmetimin ton direkt në TV Klan, për t'ju përcjell një ditë shumë të këndshme. Në fakt e nisur e gjitha që nga receta e parë dedikuar festës së Pashkëve. Javën e kaluar ishin Pashkët katolike, këtë javë Pashkët ortodokse dhe mbetemi pak te kjo atmosferë për ta përmbyllur këtë dy javësh festiv. Dhe do ta nisim siç thash me receta të përshtatshme për këtë ditë e do ta vazhdojmë me biseda dedikuar kësaj dite dhe në fakt edhe në këtë moment po bëjmë gati ca gjëra shumë të bukura, le të shohim pak përmbajtjen, edhe ju të zbuloni pak më tepër. Nisim, receta e parë që do të sjell zonja Vjollca sot është supa e pashkëve, që quhet ndryshe magjiric, ndërsa receta e dytë petulla për mëngjes që bëhen gati për 15 minuta. Pashka në familje, si festohet, si është tradita dhe emocionet që përjeton një besimtar gjatë këtyre ditëve. Tavolina e Pashkës, si ta dekorojmë në mënyrën më të bukur, do të jetë një element për të cilin do të kujdesemi dhe që do ta ilustrojmë në fakt. Është ajo çfarë kemi dëshirë të ndajmë sot, ato gjëra të bukura që ju mund të bëni këtë fundjavë. Mendoj jo vetëm ata që janë besimtar ortodoks, po kushdo mund të shtojë element pranveror, po themi, në shtëpi, se në fund të fundit lidhet shumë mirë me pranverën edhe kjo periudhë, edhe kjo fest. Në vijat përgjithshme do të jetë kjo. Të kujtoj gjithashtu që do të kemi dhe quizin e miellit Ola gjatë recetës së dytë. Do të luajmë së bashku, pres telefonata nga ju, të luajmë me recetat e ditës. Të ftuarat do të tregojnë gjithashtu historitë e tyre familjare në lidhje me festën, edhe se si dekorojnë apo zbukurojnë edhe vezët që është pjesë e zakoneve dhe traditave. Mezi po pres në fakt të shijoj recetat e zonjës Vjollca, veçanërisht receta e parë, magjerica, që është një recetë tipike, festive, tradicionale, shumë e shijshme, por që mund të gatuhet nga kushdo pa, le të themi, këtë kriterin festa e Pashkëve. Do të vijoj, do të shkoj tek zonja Vjollca nëse ajo është atje, është gati çdo gjë që të shkoj dhe unë. Në rregull. Zonjës Vjollca sot i kanë ardhur lule, në fakt të gjithëve na kanë ardhur ca dhurata, po e ndaj edhe këtë. Nga një mikesh e programit, ne na ndiqni rregullisht dhe ju falenderoj nga zemra për këtë. Nga ana tjetër, ka nga ata të cilët janë besimtar edhe duan të ndajnë dhurata gjatë Pashkëve. Dhe unë do t'ja tregoj zonjës Vjollca sapo ajo të jetë aty, që i ka ardhur një dhuratë e bukur. Mua më kanë ardhur qirinj sot, që mezi presti përdor për ditën e shtunë, të dekoruara bukur nga Suela. E falenderoj, e përshëndes dhe i dërgoj shumë përqafime. Ndërkohë, shkojmë në kuzhinë së bashku, se atje po vjen edhe zonja Vjollca. Prisni, ku e kemi, ja ku është. E bëra, zonja Vjollca. I di kodet vetë ajo. Po, mi kam mësuar. Si të duket kjo sot? Mirë, shumë me zi po pres ta shijoj, se është një recetë që në fakt ne i shndrojmë, po themi strikt në familjen tonë, vetëm për festa. Unë për shembull, vetëm për Pashkë. Sepse ti e ke shijuar dhe në Greqi këtë. Tani po të bëj një pyetje, se unë personalisht nuk e shijoj me sallat. Ti e shijon me sallat? Po, i hedhim sallat. Edhe unë për hatën e tonë do t'i hedh sot. Nuk kështu që. I hedhim pak sallat, jeshile. Zonja Vjollca po i thoja edhe teleshikuesve, të ka ardhur një lule e bukur nga Suela. Shumë faleminderit, falenderoj nga zemra Suela. Nuk harron. Suela vit për vit na i çon. Po, edhe vitin që shkojnë edhe bukurime gjëra të bukura për Pashkët. Shumë faleminderit. Gëzuar Pashkët, Suela, gjithë shqiptarët këtu që janë. Dhe jemi gati për magjericën. Si thua, t'japim recetën? Po, jep recetën. E japim recetën. Ndërkohë, sa të presja t'ja u tregoj zonjave vetëm që të pres 4 qep të njoma. Sipas preferencave, po unë i pres holl, në fakt. Mami si pret. Holl, po. Po, shumë. Këtu kam të heq hudrat, 2 hudra edhe 4 qep. Ja. 500 kam, po, hajde, 4. Qep, do t'i gri
Dhe do filloj t'i skuq qepët me pak vaj dhe gjalp. Kështu që filloj nga puna. Ndërkohë ti e jepi çik recetën. Bukuri. Lexojmë së bashku çfarë na duhet në total. Atëherë kemi 600-700 gram të brëndshme qingje që duhen patjetër, 40 gram gjalp, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 4 qep të njoma, 2 hudhra të njoma, 4 lugë gjelle oriz. Vazhdojmë mëtej me 2 të verdha veze, lëkura dhe lëngu i një limoni, kopër majdanoz dhe nëse dëshironi pak gjethe sallat për t'i qëndruar pra traditës. Por mund edhe të mos e hedhim. Është një variant. Jo, se hedhun. Po pra, është një variant që shumica e hedhin. Zgjedhin edhe një pjesë e mirë. Po. Kështu që unë do filloj tani, ja dhe pak. Mitë dhe vetëm 2 lugë të lutem. Me vaj. Me vaj, që jeshilliqet e duan çik vaj ulliri, po dhe gjalp, ndërkohë që dhe nuk na ngrin gjalpi. Tani çfarë kam bërë unë si fillim? Kam vendosur një tenxhere me ujë të bollshëm, pa krip, dhe kam vendosur komplet të brëndshme të një qingji në treg mëlçit të qingjit në asnjë dyqan nuk shiten me çmim si më parë. Shiten me çmimin e mishit. Domethënë, nëse kilja e mishit është sa e ka tregu, edhe kilja e mëlçive të brëndshmeve të qingjit. Si pjesë të shponjësor. Edhe të viçit në çdo dyqan kështu tregtohen. Nuk ka. Më përpara vite më parë, ne i merrshim shumë lirë këto. Më lirë, po. Jo më lirë, por shumë më lirë. Kurse tani jo. Këtu tani po pres edhe 2 hudhra të njoma. Karakteristike e kësaj supe është që duhen jo qep të thata dhe hudhra të thata, po duhen të njoma. Do t'i ka urdisim. Dhe mbasi i kam zirë vetëm 5 minuta mëlçit, se sa më gjatë të rinë mëlçit duke zirë në temperaturë të lartë, aq më shumë forcohen. Edhe për të skuqur, kur i skuqim mëlçit, sa të kapen, do t'jemi vigjilent, nëse i skuqim, nuk do shijosh mëlçi. 5 minuta, sa të mpikset ajo pjesa e gjakut, me qëllim që mos më dekoloroj supën, po supa të ruaj ngjyrën e vet. Më pas do t'i largoj. Ja 7 minuta maksimumi. Dhe do t'i pres, do t'i pastroj nga ato lëkurat, nga ato... Po, cipat dhjami që kanë. Po, bravo. Shiko, edhe këtë dhjam është... Po, nuk është dhjam, është një copë... Pjesë përbërëse në fakt e organit. Po, është si gjëndra dhe si vjen pak si dhjam, si kaçurela, është shumë e shishme. Madje kur skuqet, ajo ka një shije absolutisht mrekullueshme. Dhe tani do t'i hedh të gjitha së bashku, me gjithë qepën që t'i ka urdis bashk qepën me mëlçit. Shumë pak, dhe pastaj do të shtoj shumë pak nga lëngu i zerjes dhe pjesën tjetër ujë, nëse keni lëng mishi qingji akoma dhe më mirë. Opa. Për erza do t'jetë edhe kopër, edhe majdanoz, i kemi këtu të dyja. Kemi dhe lëkurën e limonit, po këto t'i hedhim në fund fare. Ja. Bëtë shumë e shishme veç, ka i diqen. Shumë. Këtu kemi qik më shumë se 700 gram, po ta ruaja një copë kaq sikur sa jo nuk i ndante, si që ishin komplet. Të plota, po. Ta ruanim atë copën, s'na bënte punë, kështu që po e hedhim të gjitha. E ju kemi ftuar për drek sot. Ç'do bëhet këtu. Dhe tani vazhdojmë një çik, ti ka urdisim së bashku. Do ulet pak niveli, patjetër. Që tani ka një aromë të mrekullueshme. Qepa, hudhra, nuk dominon era qep.
Jo, në fakt, është aromë tjetër kjo e të njomës, e qepës e njomë dhe ulldrasë e njomë, kur gatuan. Ti qemi që këto bishkat. Shumë shijet mirë japin gatimit. Ta bëjmë gati dhe këta majdanozin. Po. Do shprajmë një qik mirë fare orizin. Edhe ta lëkshun ujë derisa të fi momenti. Në rregull. Ta trazoj edhe 1-2 herë. Katër lugë oriz, po jo kështu me majë. 4 lugë të prera. Këto limonët i mora kësaj radhe që bëra pazar, ishin shumë të bukur, lëkurën shumë të shëndetshme, po nuk kishin shumë lëngë. Ja. Shive si zhveshur gjithë shka, brënda zhveshur me gjalpin edhe me vajin. Ja, filluam të ullin qik një... Nuk e vendosim kapakun njerë për njerë, më vonë. Po vezët shne këtu, në fund, po. Vezët me limonin, po, në fund si një prerje paka shumë është ajo e supës. Po, 2 të verdha veze. Shumë mirë. Me vezët o vital, të freskëta të mira. Do të vjoj me recetën pjesë përbërëse rëndësishme edhe vezët, të cilat kombinuar mirë pastaj me limonin, do të japin shien që ne duam. Është lustra e fundit fare, që do pritet supa me vezë, po vetëm e të verdhën. Dhe kur kemi vetëm të verdhën, garant që veza nuk pritet asnjëherë. Do edhim dhe lëngun e limonit që tani, me qëllim që që ta ruaj që mos na pritet veza. Në këtë supë nuk ka 2 lugë, do qik më shumë lëng limoni. Për arsye se ka bollë shumë përbërës, ja. Japim dhe një të shtrydhët kësaj. Ka që po i hedh njerë, kurse do i hedh pasaj në fund. Po i lë gati këtu. Me gjalpin mbaruam punë. Shumë mirë. Tani do të hedhim qik krip, një lugë qaj krip. Pak fare piper dhe pjesën tjetër e hedhim kur ti ta servirim dhe shumë fare pak nga këto edhe në servirje lëkur limoni. Unë do hedh, kjo është lëngu nga zjerja e mërqive, një gotë. Tani do të hedh ujë të nxehtë, se unë nuk kam kështu lëng mishi. Lëng mishi flas qingji, ë? Po. Që të qëndrojmë aty ku jemi tek. Pra. Mishi i qingjit. Se nëse do ishte fjala për mish viçi, sigurisht që kemi mag. Ja. E rrisim temperaturën? Do ta lë çik të zjej këtu 5 minuta dhe mbas 5 minutave do të hedh orizin. Ju e dini gjithë që orizi për të zier al dente është 12-14 minuta. Unë do ta lë edhe 2 minuta më shumë me qëllim që të nxjerrë mirë amidonin dhe të trashi pjesën e supës. Kështu që për ta rregulluar mund ta rregullojmë edhe ke pjesa e dytë, apo kemi kohë? Jo. Jemi ke pjesa e dytë se nuk del koha për të... Po, për ta përfunduar se veza vjet në fund fare, apo jo, me limonin. Po, pasi ka mbaruar veza me limonin, kështu që kemi të proces tjetër. Po, flas të jap kohë orizit. Po, nuk mund të orizit e pjesa parë. Po. Ato janë në fund. Tani unë do bëj gati dhe shife këtu kam kopër edhe majdanoz. Shkëlqyeshëm. Po, sallata e jeshile kur hidhet? Sallata e jeshile kur të hedhim këto. Në rregull.
Unë të pak në të fëndajhidhe... Unë nuk e kam gatuar asë njëherë vetë. Qëto, unë, sepse, këto janë... Kjo hajt e gjallë, këto sigurisht mund të konsumosh... nuk duan shumë. Se ne hedhim edhe në sipërfaqe, nuk duan 2 minuta. Unë pikërisht për atë salatën, se unë në koncept në gatimet aziatike, e ke gjithkun salatën të futur të zjerë. Unë personalisht nuk jam ambientuar me këtë dhe unë e du deri ke erzat me jeshil atë që më pranon mushia ime. Po ja, sot do t'a provoj kështu si ty. Unë vetë me duart e mia se kam përgatitur kur, magjerica, se më shion shumë nga dora e mamit. Dhe mama ime, çuditërisht, të në genet andaj kemi, edhe ajo vetë nuk e hithë. Nuk e hithë. Mirë është një mënyrë kjo, është preferencë, kështu që të gjithë ju që po në ndishni, mund të ndishni ose hapat. Po ne kemi agitën që nuk e do dhe majdanozin. Tani, shtë bëjo. Dhe atë mos të hedhim. Supa e pashkëve magjeris, kush dëshiron të gatuaj këtë recet, ti përmbahet këtyre përbërzve, që i shojmë edhe njerë tjetër bashkë. Kemi 600 deri në 700 gram të brëndshme qingji, 20 gram gjalp, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 4 qep të njoma, 2 hudhra të njoma, 4 lugë gjelle oriz, 2 të verdha veze, lëkura dhe lëngu i 1 limoni, kopër majdanoz dhe pak gjethe salat si pas dëshirës. Kjo është përmbajtja e supës se si do të përgatitet sot, këtu në shije shtëpie, në këtë pjesë të parë, ndërkohë në recetën tjetër, do të kemi petulla për mëngjes gati për 15 minuta, një variant i shpejt dhe i shishëm. Është një variant që unë se kam bërë asnjëherë, por që e kam provuar dhe më ka pëlqyer shumë, dhe nuk kanë formë rrëmbullake, drejt këndshë, do t'i pres, jo se s'bën rrëmbullake, Po. Po që i kanë djathin brenda, pak fare, shumë fare, pak majdanoz brenda. Është një recet që përfundon shumë shpejt, do më thonë, brumi për 10 minuta, po duke llogaritur dhe pjesën e skuqe 15-20 minuta mbaron. Se ne s'do bëjmë fuqin, do bëjmë sa për një familje pak a shumë, po. Për një familje me 4 persona gjithmonë, ndërsa supë keni më tepër se për 4 persona. Ja, e bëm gati edhe majdanozin këtu, dhe në fund në servirje pra, do hedhim dhe pak, ato vetëm do hedhim. Majdanozin do të hedhim të gjithë, edhe salatën, shite salatën si e kam zgjedhur, të freskët, të freskët, të freskët, e ka larë, palma dhe me sodë dhe me gjitha. Ja. Ja të shohim. Do t'a provoj dhe unë sot me salatë. Shumë mirë. Të gjitha këto do t'hidhen basi të ketë zirë orizi. Tani besoj shtojmë orizin, apo? Po, tani do hedhim dhe orizin, që t'i japim kohë. Që në publicitet ajo gatuhet. Po, fiks fare. Shtu veprojmë. Në mëdhën mëlqit, kanë 10 minuta që po gatuhen. Edhe 15, shka 25, bile du t'ja ullim qik temperaturën, jo në temperaturë shumë të lartë edhe orizin, temperaturë mesatare. Mund të shtojmë edhe një gotë ujtë të nxehtë këtu. Tani? Se po, se orizi do t'a trashi shumë. Shtojmë direkt. Dhe do t'a provojmë dhe për krip, kaq, vezët i morëm, jemi shumë në rregull. Shumë faleminderit, Katerina. Po t'a provojmë për krip që tani? Në rregull, dhe kur të kthehemi vazhdojmë pjesën tjetër, siç tham. Po. Duhet jetë shumë e mirë edhe deri në këtë fazë, nga aromat që ka. Bukur. Do dhe pak krip. Dhe jemi okej. Të lumshin duart. Kemi akoma punë për të bërë, duhet vazhdonit në ndishnit, ta shihni të përfunduar supën e pashkëve. Kur të kthehemi që t'i japim kohë orizit të gatuar, dhe do të shtojmë gjithë përbërësit e tjerë dhe të sillim edhe petullat, si dhe kuicin
për mielin Ola. Të gjitha këto në pjesën tjetër. Shkojmë në publicitet. Shkoj. Publicitet. Takohemi pas pak, qëndroni me ne në Shi e shtëpia. Rikthehemi në Shi e shtëpia për të vijuar me maqericën, siç kemi thënë, është receta e pashkëve që zonja Vjollca solli në pjesën e parë, e kemi lënë tek orizi dhe vazhdimi tani me pjesën tjetër. Atëre? Digjesh me këtë. Tani unë do të hedh majdanozin. Po. Majdanozin. Bashkë me koprën. Bashkë me koprën. Mirë. Ja dhe salatën. Ti shprej qik duart. Do i heqim ndërkohë, e kalojmë këtej nga ana tjetër. Dhe vijojmë me supën. Ta trazoj? Po. Tani që hodhëm të gjitha këto të ftohta, ra temperatura, sa të marrin val, pak, do jetë këtu një qik fare ujë të ftohtë, pak. Aty është 2 të verdha veze me limon, që t'jemi korrekt. Do marrë tani nga lëngu i supës dhe do ta hedh ke tasi. Do më ndihmosh ti? Si duash. Ta afrojun këto kështu që mos derdhin. A edh? Po. Let bjen dhe i qika shu së bata. Pash do jem prapë thuaj. Po. Vazhdoj? Mjaft. Si del kjo, si del. Sa e shishme. Unë mendoj që ta lëm në këtë konsistencë, duke ndojtur këtu, kjo përsëri do filloj të trashet edhe pak. Do t'i hedh këtu pak, shumë fare pak piper, pastaj si pas preferencës, nëse ju e doni më shumë, hidhni në pjatë. Ke 7 apo e. Dhe pak fare kështu në sipërfaqe. Këtë po e lëm për në pjatë dhe supa është gati. Mjafton tani që t'i vendosim kapakun, ajo kajmakoset vetë për 5 deri në 10 minuta. Sepse mori valë, ja, po të arrisum prap tani këtë, do filloj të marri valë me njerë, shikon? Veza nuk duhet të zjej shumë, mjafton kaq. E lëm në nxehtësi. E lëm kështu në nxehtësinë e vetë dhe gjithçka është okej. Dhe bëhemi gati nga ana tjetër për të sjellë recetën e dytë që tham do t'jetë petulla. Petulla të bëra për 15 minuta, ku do të kenë edhe djath. Shoh edhe dy lloj kaçkavall edhe të djathrash. bardhë. Kemi dhe djath cheddar dhe djath na duhet një kështu këtu, një kështu nga këto për prerjen e picës, ja ku e kemi. Në rregull. Kemi dhe vezet ovitale dhe mielin Ola për çdo përdorim. Ky do të jetë mielli që do të përdorë zonja Vjollca për petullat, ashtu siç përdorim sa herë na duhet miell gruri, marrim atë për çdo përdorim nga Ola. Atëherë na duhet një kokër vezë. Një lugë çaj krip. I përzjejmë këto, vezën me kripën dhe hedhim, zgjedhim gota me atë që do fillojmë, do përfundojmë, vetëm ke mielin do të përdorim gotë ujë. 150 ml qumë është, mund të jetë një filxhan, 150 ml, masa kaq është. Këtu. Largojmë këtë vaj. Këtu kemi djath cheddar të verdhë, jo ashtu të kuq. Një mas të tillë. Një gotë të tillë të mbushur plot.
Pra, këtu është ndryshimi, jo si pejtullat që kemi bërë deri më sot, dhe një gotë djathtë të bardhë, çfarë keni ju në shtëpi, sipas preferencave tuaja, të thërmuar. Pra kemi vezën, kripën, djathin cheddar dhe djathin e bardhë. Ti largojmë këto që se më duhet vendi i lirë mua këtu. Kemi 3 lugë majdanos. Ja 1, ja 2, ja 3 të grirë, kryesisht gjethet, ha? Këta e këtim këtu. E trazuam. Një pak o plur pjekës. Dhe miell mesatarisht 2 deri në 2 gota e gjys miell. Dhe më japësh një gotë ujë? Rrofsh, faleminderit. Është kusht, duhen patjetër 2 letra fino. Nga që nuk dua të përdor miellin, për arsye se kur të hedh ke vaj, ma djegin pastaj vajin, se mielli në kontakt me vajin, sigurisht, kur është i thatë, fillon e digjet, nëse është e domosdoshme që të kemi letrat fino. Letrat fino të domosdoshme, thuaj se çdo ditë tonën teksa gatuajmë, jo vetëm këtu në shi shtëpie, por në të gjitha shtëpitë, në shtëpitë tona, i kemi atje gjendje gjithmonë për të na lehtësuar gatimin. Ja një gotë, miell. Do ta trazoj me duar, po çik më vonë. Ja dhe një gotë tjetër. Ta shojmë pak recetën tani zonja Vjollë sa me shihet tek Po. mielli dhe mos pengoj për pjesën tjetër? Po. Në rregull. Shohim pak recetën. Atëherë, petulla për mëngjes, gati për 15 minuta, siç mund ta shihni, të gjithë përbërësit janë në një enë për të formuar brumin dhe më pas thjesht do t'i gatuajmë në tigan. Kemi një vezë 150 ml qumësht, një gotë vogël me djath cheddar të grirë, që shkrin shpejt, pra është ai lloj djathi, një pak o pluhur pjekës, kemi 3 lugë gjelle majdanos të grirë holl, një lugë çaj krip, 2 gota e gjysmë miell, vaj për skuqje, kemi dhe djath të bardhë në fakt, që ishte një nga përbërësit. Këto janë në total, pra lista hapat ju i shihni përsëri edhe duke parë YouTube-in, duke kërkuar në këtë titull, pra petulla të thjeshta për mëngjes në 15 minuta, shije shtëpie, kaq mjafton dhe ju dalin shumë varianta që ka sjell zonja Vjollca. Tani, koha ta punojmë brumin. I lagaj çik duart me vaj. E punojmë brumin. Këtu ku e kemi. Ja. Falë shpirt? Nuk ka asgjë në pasta. Jo, Ja, gjithë brumi të përdoret. patjetër. Një brum i butë, por në fillim sigurisht, unë prandaj nuk e vendosa duart me njerë, se po unë gjitë me zi e bëm brumin pastaj, nga që është djathi brënda, ja, tani, jemi okej. Tani, për të hapur, sigurisht, nëse unë do t'i piqja, diçka, mund t'a vendosja në miell. Do më vinë në ndim gjithmonë, një letër pjekje, fino.
Dhe tani ne hapim që ta presim në trekëndça, tham. Mund t'i japësh formë si të duash ti, Katerina. Trekëndça, drejtkëndça, rumbullake. Ke trekëndçat nuk bën firo, por ke rumbullaket bën firo, do duhet që pjesën tjetër që të pronë, do fillosh ta punosh. Dhe ti di shumë mirë që këtu koha është me kronometër. Po, me kronometër. Shkëlqyeshëm, ja, dhe vaj. Vajnë duhet ta nxejmë avash avash? Po, fillon me vaj, çfarë ke 7 njerë? 7. Aty po e lë. Zonja Vjollca, po mendoja. Si ja bën ti për këto blerjet tipike të shtëpisë? Ato blerjet, po themi, që nuk i shmang dot, po flas për detergjentët, për shampot, larësit e rrobave, se ka pafund blerje shtëpia. Mendohe mirë se ku ti marr. E para është cilësia, e dyta është që unë ti marrë me një çmim të arsyeshëm. Po. Sepse janë shumë nga këto produkte, kështu që duhet të mendohe mirë se ku do t'i marrë. Në fakt, kur e mendoj si listë, është shumë e gjatë, se normalisht dikush kur e shikon në aspekt personal, mendon ato 2-3 blerjet e veta, tipit shampo e flokëve, shampo e trupit, ja dhe kremi. Po kur je familje, ke edhe bashkëshortin, ke edhe fëmijët, ke edhe detergjentët e rrobave. Dhe të mendohet që këto nuk janë luks. Këto janë domosdoshmëri. Po, e drejtë. Sepse përveç shampos, kemi ato produkte tona intime, kemi kremrat, kemi krem trupi, krem fytyre, ka shumë gjëra për të blerë. E drejtë. Dhe me thonë të drejtën, unë personalisht, nuk e dija do më lejohet që të them, po unë të gjitha këto produkte, se janë dhe shumë, mendohe mirë, ku do vetë ti marë, dhe për cilësi të garantuar, dhe për çmim të arsyeshëm sot për sot, unë shkoj marë Kerosman Lala. E kam dëgjuar dhe në fakt e kam parë në rrjetet sociale këtë gjë, që kanë bërë ca ulje shumë të mëdha aktualisht. Po shumë e vërtet, sepse unë kam dafër shtëpisë edhe dua s'dua. E ke stacion. Edhe e zonja që eci shumë nuk jam super e kënaqur. E vërtet, a di çfarë më pëlqen mua atje, se kam ato sektorët e mi të preferuar dhe që nuk i ndahem, fakti që është produkti gjerman. Do të thënë, Rossmann & Lala, përveç se i ka të ndara në sektor që e ke të lehtë, e ke dhe gjermane që do të thotë je qetë me blerjen që ke bërë, po mbi të gjitha që janë çmimet të volitshme. Dhe janë shumë gjëra motra për të blerë, sepse unë atje përveç këtyre që thash deri tani, përveç detergjentit të enve, marr detergjentin për larje të rrobave, po. Detergjent për të larë vetë. Pastaj unë aty marr dhe produkte ushqimore. Po. Unë tërshërën që i të garantuar pa gluten vete e marrë atje. Unë qajrat, që janë ato qajrat që të kam prurë unë të këtu, që ju keni pëlqyer shumë, unë ati ka marrë Kerosman Lala. Çokolatat i marrë Kerosman Lala. Madje atje është një çokoladë që mua më pëlqen shumë, po si ti nuk hasesh me bajame, ato Mozart që nuk di që të them. Po, blerjet tek Rossmann i bën themi mujore, merë për të patur rezervë, i bën shumë sasi? Rezervë, jo me zemra ime, pëse rezervë? Sa herë që bëj listën për produktet që do të marrë gjatë muaj, të vete i marrë, sepse kjo është qëllimi që unë të kem akses të shkoj kur të dua, jo unë të dali jashtë buxhetit dhe mundësive që kam. E drejt, e drejt. Është vërtet, në fakt, kur e mendon që kur ke Rossmann & Lala me e para cilësi gjermane, e dyta me çmime tregu, se do shkosh në marketet të tjera. Kjo është një zgjidhje shumë e mirë, sidomos kur ne mendojmë për atë buxhetin në fund të muajit, që ta kemi përllogaritur mirë çdo blerje që i duhet shtëpisë, edhe të mos rëndojmë xhepin. Është shumë e vërtet. Çmimet për mua aty janë shumë të arsyeshme. Dhe pse, kur ti merr një shampo cilësore, ajo është, që ta them seriozisht këtë, mu shampot që marr në një dyqan tjetër, i marroj për 2 javë. Ke Rossmann Lala, kur i marrë, kjo është cilësia gjermane, ti që hedh një pikë ke dora, edhe bëhet shkum, sa më duash. Ndallojnë, është e vërtet. Kjo dallon edhe te deodorantët, edhe te detergjentët e rrobave. I komplimentoj për cilësinë, po mbi të gjitha për çmimet, që i kanë ulur edhe janë shumë mirë. Bojnë mua, gjitha atjeve të ima. Po kulinozi si është? Shumë llojshmëri dhe vërtet zgjidhje për të gjithë, për të patur blerje në buxhetin ton të përllogaritur mujor. Mirë. Tani do t'i japim formën që duam, tham, duke përdorur letrat fino, zonja Vjollca e ka më komode, më të lehtë hapjen e brumit. Të brumin, po, duhet ta hollojmë dhe pak.
Ndërkohë bashkëshojmë edhe një herë tjetër Ke recetën. 3 mm. Jo më të trash, jo se bëhen keqë, po bëhen shumë të trasha. 3 mm mjafton. Shumë mirë. Bëni gati këta përbërës. E hapim si një picë. Pikërisht, rumbullak. Po. Dhe japim formë. Petula për mëngjes gati për 15 minuta. Ja çfarë ju duhet të bëni për, o themi, pazare apo fundja edhe në tryez gati për të vijuar me punën. Një vezë 150 ml qumësht, një gotë vogël me djathë çedar edhe djathë të bardhë, një pak o pluhur pjekës, 3 lugë gjelle majdanos të grirë holl, 1 lugë çaj krip, 2 gota gjysmë miell dhe vajin për skuqe. Kjo është e gjitha. Vajin ne po e nxehim. Ndërkohë të 7 e kam bërë, po mund ta shtojmë tani. Shtojmë edhe një çik. Filloj ajo të Ti deshe në një trekëndsh. Ta bëjmë edhe ty trekëndshën. E presim kështu në ripa. Ai djathi do t'i bëj të mira. Tani do t'i presim në gjatësi ke 10 cm. Ja. Edhe filloj nxjerr çik kështu. Këta. Do bën ndonjë përprovë tani? Jo. Ja, hedhim të brumin e vogël. E para shkon për provë. A do ketë paqe, moj zonja Vjollca? Kjo botë. Ku po shkon kjo botë? Shpresojmë. Eksakt. Se sikur u qetësuam pak dje, tham, ja, nuk ndodhi gjë, e mbajti veten shëbaja. Po lexoja që kishte plasur luftë tjetër ende. Ku? S'kam lexuar gjë unë. Në Libi. Kështu që nuk është se Libi ishte apo e futa kot? Në rregull jam. Se ngatrohem, se më janë bërë ato vendet në që Irani, Pakistani, jo kjo, jo ajo. Me Amerikën? Më fal? Libanon. Pra mos të ngatrojmë vendet. Rritet temperaturën. Liban duhet jemi më saktë. Se po ngatrojmë vendet. Por gjithsesi, pra në lindjen e mesme, për ta thënë vjet përgjithshme, aty ku është kjo vatra e luftës, vazhdon të jetë gjendja jo e mirë. E mbyllën prapa të ngushticën e Hormuzit. Prit zonja Vjollca. Me pirun i këthejmë ata. Pirun. Ta rrotulloj këtë këtu? Po. Dhe kjo këtu, prova. Këto jo. Po e tund kështu, zonja Vjollca, Po. Shikon si fillojnë fryen ato? Që ne nuk i lam fare kohë që këto të kishin mundësi të vinte brumi, Sa i gatuam ju, si që shikoni, drejte në tigan. Jo, duan dhe një qik që mos t'i kthejmë 100 herë. E rritëm temperaturën, po shumë mirë. Po janë super të shishme. Ja sa të skuqet një provoja. Edhe nga skuqja e djathit që bëhet në këtë moment. Se dhe shkrin djathi ai tjetri që është brenda. E lyva thikën me qik vaj se nuk e bëra brumin e fort me qëllim që të jenë të shishme shumë. Në rregull. Sill një pjatë? Një pjatë, këto nuk thithin fare vaj, garant për këtë punë, po i shtrojmë për siguri pak letër kuzhine.
Gjithmonë petullave duhet ja u bëjmë tiganin në lëvizje të tilla, me qëllim që e ndihmon në fryrje. Ja, kështu duhet jenë të skuqura, si kjo. Që t'i shkoj skuqja deri në fund. Dhe nëse i hatë ngrota, fillon ai djathi kështu si që më qakiz, që na surprizon të gjithëve. Gati të vazhdoj me kuicin, zonja Vjollca, si thua? Po, vazhdo, që do më pysësh tjetër? Jo, nuk flas më për luftën, se nga trova Libin me Libanin, është një të beri vërtet. Dhe të mendosh që unë zyshën e gjeografisë e kam pas shumë të rep dhe ka qenë shumë krenare për mua. Ndërkohë, nëse është duke më ndjekur zysh Tefta, më fal. Do shkoj me njerë të kuici i mjellit Ola, kam gati kuicin. Luajmë së bashku. Mendova se do më pysësh prap. Jo, nuk të pysë më për luftën. I di gjithë rrugicat aty kur hyn ke ato këndet. Ma di çmimet i kam Superman, se kështu është, po fillon të hysh në moshë. Të interesojnë shumë çmimet, të do që të tepoj sa lek në kulet. Shkojmë te kuici. Kjo ishte një recetë shumë e shijshme që përgatiti zonja Vjollca, të cilën unë e kam shijuar pafund, edhe pak që provova, se ishte një kombinim i mirë, një aromë e mirë, një shije mrekullueshme. Nëse nuk e keni provuar si recetë këtë që do t'jetë pjesë e kuicit, do t'a provoni pasi të luajmë, të thoni po, do e klikoj në YouTube, t'a gjej ku është dhe do luajmë. Gati? Telefonatat? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më dëgjoj mirë nga telefonit, lutem. Të dëgjoj, Katerina. Më thuaj emrin. Naze nga Durrësi. Mirë se erdhe, dashur. Me ku gjeta. Zori sa i gjante Kristantit. Jo. Në fillim thash ku doli horoskopi. Do kërkoj akrepin direkt, parafikimin. E dashur, do të luajmë një recetë të ëmbël që përgatiti zonja Vjollca me mjellin Ola javën e kaluar. Një kek të shijshëm të butë, por që e kompletoj me një krem shumë të mirë në formë spirale nëse të kujtohet. Me çfarë shijeje ishte ky krem? Është me vezë, 3 vezë, miell, kos, djath. Me djath? Mos ishte i kripur apo keku tjetër? Jo, keku i ëmbël, më dëgjoj me vëmendje, shoqëruar me një krem që e vum në formë spirale në sipërfaqe të kekut. Ky kremi u përgatit me një agrum. Kjo është ndihma që mund të t'jap. Jo. Paska mbyllur zonja, nuk e di pse, po gjithsesi. Presim një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Si jeni? Mirë, me kë flas? Unë jam Suelda. Nga na merr? Nga Tirana. Mirë se erdhe, dashur. Atëherë, nuk e di nëse dëgjove pyetjen? Para se ta përgjigjen, po. Kam kohë që dua t'ju marr në telefon edhe t'i thua zonja Vjollcës shërim sa më të mirë. Telefonuesja thot që të shërohesh shpejt e të jesh mirë. Shumë faleminderit. Jo, e kam qepres që në ardhin e zonja kohë. Vjollcës telefonatën. Që kam dashur të marr, po s'ka kapur dot linjën me siguri. Shumë faleminderit shumë. Atëre, keku ishte me limon? Me limon. Kjo ishte përgjigje që po kërkonim, pra me limon, me shijen e limonit, krem limoni. Saktë. Faleminderit. E dashur duhet marrësh dhuratën tek fabrika e miellit Atlas, në rregull? Po, shumë faleminderit. Të Të jemi shumë të mirë të dyja. Faleminderit ty. 25 kg miell Ola për çdo përdorim, fiton secili prej jush ditën e njëjtë kur luajmë edhe gjeni përgjigjen e saktë. Limon ishte përgjigje që po kërkonim. Këtë shije kishte keku. Katerina zgjidhe një nga këto edhe provoj se ty të besojnë më shumë se unë kur i gatuaj. Po jam më ajo. Po ja se është gati me zonjën. Nuk bën ajo. Po jo, ti tani. Ajo është grumbulluar brumi. Ka gjet me ty mot. Bo petlam, bo kek, bo. Ha, unë. Jo të erta shumë, kështu duhet. Sa nxet. Dogja. Ku se dallon të çjen atje. Merr këtë tjetër. Merret vogël, merret po.
Mira? Krokante. Po pra, Shumë e mirë. edhe djathi, të gjitha janë këtu brenda. Djathi jep një shihet mrekullueshme. Pa, provoj këtë një. Baba. E provokova që nëse s'do t'i pëlqente, do thotë, jo zonja Vjolca, se faktikisht do shkoj në emision, se po pati në një aromë kështu hudhre zbëvaki që ta haj. Ç'të bëj? Takoj njerëz kur shkoj nga ana tjetër. O baba, petulla. Janë Edhe nxehta. këto tre kënd që të dyja këtu janë tuat. Janë pak të nxehta. Por shumë të shijshme. Të lumshin duart. E po nuk desha të cilja petullat që kam pru deri më sot, se e zgjodhi shefja. Recetën? Na ndihmon për recetat shefja shumë. I ka të preferuara këto. Po në njerë që se asaj del gjumi herët, se flek shu sa përëndon djeli, kur ma bën Si celulari, jogiste. unë 5 të mëgjesit. Unë zgjohem 5 e gjys, po hajtë mo, the, është qyqa ku shu kujtu, kë nuk ka zën gjumi për mua, kur shof shefja më qonë recetat. Qa të bërë? E të bërtit po desh. Është koha për të zgjuar. Po. O, zot. Zonja Vjolca të lumshin duart. Po mirë, nuk da servirim në atë Tash, supën? hajde ta serviri, me që Hajde, pas ke kam pjata jote preferuar. Edhe, Marga këto grit. këtë dua shti, Katerina. Zgjedhja është e jotja. Ja, pëlqen të këto? Dhe se ti Po, komoditës? sigurisht, si s'më pëlqen. Të gjitha setet e komoditës, se dështash edhe pak Katerinës, nga që të qofë ty ke komoditës. Nuk kam aksione, ju betohem. Si është bërë, moj Po se ertë mirë ka Katerina. nga limoni të knaq, nga majdanozi, nga kopra. Nuk e dia do të ha unë me salat, po. Do e harë se është shumë e mirë, më beso. Shumë e bukur, shumë e shishme. Tani, piper Dekor. zi s'po i hedh më, po pak kështu lëkur limoni, po i hedh dhe ju bëft mirë. Ja pjatën ku e ke. Që kënaqë. Këto sigurisht do t'i servirim në një pjatë edhe të bardhë dhe të zezë, por që janë kërce, janë të mrekullueshme. Kërce nga jashtë edhe, Katerina, Të buta nga, shushin? po. Edhe të buta nga Se brenda, unë po i haja shpar, po një surprizë e vërtet në shije. lumshin duart. Shumë faleminderit dhe ty për Artiste. ndihmën dhe Ne takojmë prap këtu në shije shtëpie. Për receta që i qanë, i ka nuk di domethënë, nuk gabon kurrë. Zonja Vjolca, faleminderit nga zemra. Ti iki unë tani? faleminderit edhe ty me gjithë shpirt. Edhe suksese ke emisioni. Faleminderit. Po iki, shkojmë së bashku andej, takojmë me zonjën Vjolca në shije shtëpie, sigurisht ndiqini recetat në rrjetet sociale. Paçi. Paç. Atëherë po ju prezantoj me një herë me të ftuarat e sotme. Frederika Muço është me ne. Faleminderit Faleminderit për për ftesën. punën e mrekullueshme që ke bërë dhe sigurisht do t'tregojmë akoma dhe më shumë së bashku pas Unë ju pak. falenderoj që më dhatë mundësinë. Kënaqësi shumë e madhe për ne, Sot është Fjorda. ditë shumë e rëndësishme, është e intja e madhe. Po. Çdo ditë e kësaj jave është e madhe, Po. ashtu si e dila që presim, kështu që ne duhet t'japim rëndësi çdo gjëje. Dhe në detaje mos e kështu të vogla le të themi, por që të ofrojnë shumë kënaqësi, duke më bukur. Fjorda Bici është me ne. Faleminderit Fjorda që erdhe. Tani, këtë herë ndryshe. Po, shumë ndryshe. Se herën e parë nuk e dham këtë lajm, ka qenë shpejt edhe ti madje Po, në rrjetet nuk e- jo, sociale jo. nuk e kishe ndar, po Fjordën e kemi në pritje të ëmbël dhe shumë urime për këtë. Faleminderit, dhe si që thashë një plan planifikim familjar. Se s'dia si ta thoja ndryshe. Po fliste me rreshave, po nuk e lexua më mirë, kur nuk e lexova unë. Të uroj të shkoj sa më mbar. Shumë faleminderit. Dhe Alda Bogdani bashkohet sot. Faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë dhe uroj të kemi sa më
shumë material nga ju për atë çfarë bëni në shtëpitë tuaja, sepse ky është qëllimi i sotëm. Magida, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dhe sigurisht që tha edhe Frederika, sot është një ditë e madhe për të gjithë besimtarët ortodoks, por i kemi ndarë pak. Frederika na ka bërë një dekor shumë të bukur që do ta shikojmë pas pak, ndërsa këto zbukurimet e vogla që kemi këtu dhe i ka sjell Alda nga çfarë bën ajo çdo vit në shtëpinë e saj, gjithmonë ndryshojnë dekoret, tavolinat. Këto blute mendova dhe unë që janë shumë të thurura, do të jenë shumë të vjetra, megjithatë do të na shpjegoj edhe pas pak me detaje, sigurisht edhe Frederika për detajet edhe të eventeve dhe të tavolinave që mund të vendosen në shtëpi dhe rëndësinë që ka që të jetë në pashmë, çfarë kam kuptuar unë edhe nga të tjerët, që të jesh bukur veshur edhe njerëzit, bukur tavolina, bukur shtëpia, pra të gjithë të jenë në më të mirën e vetë, po themi. E drejtë se është si një lloj rifillimi, pak a shumë kjo është ideja dhe përkon shkëlqyeshëm pra me këtë ardhjen e pranverës, të nisjes së një viti dhe një herë nga fillimi për të çelur të gjithë së bashku dhe të gjitha mesazhet që i ka kjo festë do t'i sjellim duke treguar secili historitë e tij, historitë e familjes dhe përgatitjet që bën për festën e Pashkëve. Vazhdoni që ndroni me ne. Takohemi pas pak publicitet. Ja ku jemi. Në një kënd shumë të bukur, sepse e ka zbukuruar Frederika me artin e saj, ashtu siç bën prej vitesh, edhe e ka pasion mbi të gjitha, kam përshtypjen përtej punës, këtë që ti bën, por në këtë rast jemi ndalur te Pashkët. Dhe mund të japim sot disa ide se si mund të bëjmë ne edhe zbukurimet tona kur të shtrojmë tryezën. Tani do na tregosh së pari, te ngjyrat ku duhet të qëndrojmë? Atëre, do filloj me qënësin e kësaj feste, që kemi, ringjalljen, kemi, prandaj festohet dhe në pranverë, që kemi rizgjimin e natyrës. Dhe unë jam përpjekur që të sjell një copës natyrë këtu brenda në studio. Jo më kot kam vendosur barin si simbolin kryesor të rifillimit të jetës, është ngjyra jeshile që mbizotëron, që është shpresa, dhe njëkohësisht kemi dhe çeljen e luleve, qoftë luleve në natyrë, por në këtë periudhë çelin kumullat, çelin mollët, pra rifillimi i begatisë si stinëve në vazhdim. Simbolike i vazhdimësisë. Dhe kjo është rizgjimi i gjithçkaje. Prandaj dhe zgjidhet një ditë jo fikse, por ditë kalendarike që ndryshon nga viti në vit për të ndryshuar. Pra qëllimi i kësaj është që të jemi sa më afër natyrës. Dhe ditën e Pashkës në fakt është fest familjare, e cila brenda mundësive, nëse kemi mundësi që të kemi një kopësht, ose kemi një shtëpi në fshat, gjithë bukuria atje është që të festojmë familjarisht, të gjithë bashkë jashtë në natyrë. Në qoftë se në meshën e një dite më përpara shkojmë të veshur bukur dhe mirë në kish, ditën e Pashkës vishemi sa më sportiv, sa më thjesht, që të shkrihemi me natyrën. Kështu që unë jam përpjekur të sjell sa më shumë gjelbërim këtu, dhe nuk kemi pjata të zakonshme, kam vënë thjesht të tabakat, të cilat i ke dekoruar, i ke zbukuruar me duart tua. Këtë pjesën e dekorit që e kemi këtu lart, e kemi stilizuar në një mënyrë më të natyrshme. Ata që gëzojnë më shumë nuk janë vetëm fëmijët, janë dhe të rriturit. Dhe shpesh herë mund të jenë dhe të ndryshme, pavarësisht se kur janë dy fëmijë duhet të jenë gjithnjë njësoj. Po, se mbetet hatri. Se fillojmë po. Njërit apo tjetrit kemi debate në vend që të kemi gëzimet e festa. Atëre, jam përpjekur të kem gjërat më simbolike. Sot tham që është dita që lyen vezët, kryesisht ortodoksët përqendrohet te ngjyra e kuqe, sepse është gjaku i Krishtit, ndërkohë dhe veza vetë simbolizon jetën. Nëse këtu kemi në bim në natyrë, fillojmë me qenjet e gjalla. Hapja e vezës, dalja e zogut është rifillimi i ciklit. Vezët e kuqe i vendosim në mes të tryezës, bukur. Tani, nga që quhet, dhe më thënë është veza e Pashkës, sigurisht është simboli kryesor dhe vendosim në mes të tavolinës. Po nëse Pashka, pse është simbolik kaq
e nevojshme. Në fakt, unë e shoh gjithmonë këtë si pjesë të dekorit. Nuk e di se si quaj prehistorikisht ajo qënje, për shumë e bukur është ndoshta i përshtatet kësaj periudhe dhe ishte elementi që unë e lidha pikërisht me ditën e sotshme, me të kuqen dhe më ri në harmoni të plot dhe është simbolike. Në atë çfarë di unë për Nuse Pashkën është që është fatësjellse. Kështu që simbolika mendoj që lidhet pak edhe me këtë që të sjell fat, por pse e ka Nuse Pashke këtë asnjëherë nuk e kam lexuar diku. Kërkojeni pak në chat GPT, ju lutem. Po, për pjesën e fatit, po, e drejtë. Po, pse është Nusja e Pashkës? Por pse është emri i tij? Emri Nusja e Pashkës. E pra, prandaj. Po gjetë dos në një shpjegim të chatit, mirë do ishte thjesht për kuriozitet. Një pjesë e fatit është edhe thyrja e vezëve, që është simbolike dhe domethënë cila vezë do rezistoj, kush është më e forta. Po. Mbetemi te dekori. Te dekori ti ke shtuar dhe elementin qirinj dhe elementi vezë i zbukuruar, përveç vezëve të kuqe. Kjo është gjithnjë kur miremi me lyerjen e vezëve dhe zbukurimin e tyre, një vezë do t'jetë me njanë e cila simbolizon shtëpinë dhe do të qëndroj për një vit e vendosur diku në një kënd të caktuar të shtëpisë. Zakonisht përdoret një formë më e madhe veze. Unë në fakt e kam dekoruar në një formë tjetër këtë, në të cilën fusim vezën që ne kemi ruajtur deri në Pashkët e vitit tjetër. Dhe kur vjen Pashka, kjo vezë hidhet në lumë si tradit, domethënë diku ku ta marri uji, ta marri lumi, po, dhe rivendoset veza tjetër. Kjo është një simbolik e bukur në fakt, të cilën ne edhe sapo tulemi me mikesha tona sot do të diskutojmë se si veprojnë ato dhe si do të bëjnë edhe ato shtrimin për këtë vit të tryezës. Frederika na ka dhënë ngjyrën e gjelbër, na ka dhënë bimësinë si këshill, na ka dhënë vendosjen absolutisht të vezëve të kuqe me detajet që mund të jenë Nuse Pashka, lepurush, dikush zgjedh apo pula kam parë që gjithashtu i përdorin për zbukurim dhe elementi i qirinjve që për mua gjithmonë është ajo pjesa romantike dhe e bukur e kryesës. Duke pasur fëmijët e vegjël, sepse tani janë në rritur, ato ritualin e marrjes së dritës hyjnore, jam përpjekur gjithnjë që ta vendos se këto fenerët e vegjël, mbasi ajo rrugtimi që bëjmë, pikimi, shkrirja e qyririt, merr flak ose zakonisht në këtë periudhë gjithnjë koha nuk është konstante, fryner, bie shi, ndërkohë që tek këto fenerët e vegjël ajo është e mbrojtur dhe nga shiu dhe nga era. Për transportimin thua. Po, dhe neve mund ta shpjem atë flakën në shtëpi pa u fikur. Dhe kjo është një zgjidhje që domethënë duke ju larguar atij qyririt të gjatë, kjo është një zgjidhje shumë praktike dhe në fund të fundit e shpjem dritën në destinacion. Ai është qëllimi. Do të bëjmë një shkëputje tjetër publicitare dhe bashkë me Frederikën e do të ulemi, do të bashkojmë me pjesën tjetër për të vijuar bisedën për festën e Pashkëve, se si do ta trajtojnë të gjitha këto simbolikat që i nisëm së bashku, të vijojmë, të bisedojmë edhe natyrisht të zbulojmë për çfarë është Nuse Pashka pas pak. Pas pak publicitet. Për Pashkët flasim sot, si që nisëm pak me Frederikën teksa po tregonim se si mund të dekorohet tryeza, pyetjen çfarë është në këtë rast simbolika e Nuse Pashkës, Agida tha e kërkova dhe e gjeta përgjigjen. E kërkuan dhe e gjetën dhe në fakt quhet Nuse Pashke, ne e quajmë Nuse Pashke sepse vjen në periudhën e Pashkës, pra në këtë kohën e prillit, dhe Nuse sepse njësoj si Pashka simbolizon një fillim të ri, një ringjallje, një jetë të re, ashtu edhe një Nuse kur shkon në një shtëpi tjetër, krijon një familje tjetër, simbolizon pra këtë fillimin e një jete të re dhe si element fatësjellës është shumë fatësjellës në të gjithë botën, po ta
numërosh ka 7 pika mbi shpinën e saj dhe gjithmonë 7 ditët e javës, 7 mrekullit e botës, është një numër shumë me fat dhe shpesh herë nga vjera ose nga të afërmit nusës të re mund t'i bëjë një dhuratë, një varse apo një simboli nusë Pashkës, sepse ato pika tregojnë gjithashtu edhe pjellori dhe nëse shef në ëndër një nusë Pashke, mendohet që shumë shpejt do të vijë një fëmijë në familje, apo nëse shef një nusë Pashke në trupin tënd që afrohet apo në shtëpi, mos harroni të mendoni një dëshirë. Sa e bukur ishte. Shumë simbolike e bukur. Shumë e veçantë. Inshallah po dëgjona e vjera ime sot. O shprehu mirë. Edhe në mos dëgjoft, do të sigurohem unë që ta përcjell. Megjithatë edhe vjera ime është e hapur. Është e mirë pritur. Shumë mirë. Ja, festat e Pashkës kërkojnë edhe dhurata në fakt. Bëni dhurata në të vërtet, bëni dhurata njëri tjetrit. Unë sapo të mbaroj emisioni, i bëj çdo vit në fakt vajzave, sapo të mbaroj emisioni do shkoj të blej diçka të vogël vajzave. Është thjesht simbolik, mund të jetë një bizulyk, një varse, thjesht diçka për t'i kujtuar si shenjë. Edhe besoj ja dhuron në ja dhuroj në mesnat. Në mesnat kur është sapo kalon mesnata. Sa bukur. E gjej në shtëpi. Ua, duhet ta praktikojmë, duhet ta shtojmë si praktikë. Vitet e fundit kanë filluar do 2-3 vitet. Sa jam sa ditë në vit u bën që ti bën dhurata dhe kërkon dhurata? Unë vetëm bëj dhurata, Gida. Unë ja bëj vetes dhurata, ta bëj si vjetër. E shton listën e dhuratave. Shumë mirë bën. Këtë vit si do ja bëni juve këtej, domethënë përveç kërkesës që bëre, do bëni dhurata për se ti ke në fakt shumë arsye për të bërë dhurata. Po, është e vërtet. Jo, nuk e kam ndërmend. Të bëj. Nuk e kam ndërmend. Unë në fakt djalit kam menduar se po mendoja kam ashtu një libër me lepurushin, që të lidhet pak edhe me tematika, të ishte një lepurush, por nuk para bëjmë në fakt, neve nuk e kemi praktikuar në familjen tonë me dhuratat në Pashkë, shumë për Krishtlindje. Deri tek fëmijët mbetemi që është e vërteta për t'i dhuruar diçka simbolike. Dikush mund të dhuroj qiriun, zakonisht ata që janë të pak gëzuar e dhuron nuni, apo jo? Po. Por gjithashtu edhe familjar, gjyshërit mund t'a bëjnë këtë. Gjithsesi dhuratat të thjeshta, ose buka e Pashkës. Unë kryesisht atë kam shpërndar në për shoqet e mia, sepse jo të gjithë janë të krishter, për vezën të gjithë me zore presin që ta shpijem, buka e Pashkës po prapë dhe ka një aromë, do më thënë karakteristike që të knaq, do më thënë kur e ha, ka një shije. Kjo bukë Pashke më ka ardhur dhurat nga një mikeshe ime, Aidën, të cilën e përshëndes, dhe ma bën çdo vit më sjell bukën e Pashkës. Që është simbolik. Marim dashur pa dashur, disa. Një shishe verë, sepse është një shishe verë që festohet, atë ditë festohet, pihet, kështu që... Po, mbetemi të simbolika, shishje, gota e verës. Po si që kanë dar Izu Krishti, bukën dhe verën. Kështu që janë simbolikat të cilat kanë mbetur me kalimin e viteve. Mbrëmja e shtuna është vajtja në kishë si pas zakonit, si pas traditës. Keni lënë ndonjëherë pa bërë këtë... Jo, në mënyrë absolute asë një herë. Dhe në shi dhe çfarë do që këtë qënë, dhe kur i ka zënë gjumi fëmijët, kur kanë qënë të vegjël, i kam zgjuar nga gjumi që kemi vajtur në kishë. Shiko çfarë më ka bërë për shtypje. Është shumë interesante në sjellja e dritës, mbasi ajo është drita hyjnore, është drita hyjnore ndizet në Jeruzalem, pikërisht atje ku ka ndodhur ringjallja e Krishtit, dhe ajo shpërndahet me aeroplan në të gjithë botën ortodokse. Dhe më thënë, ndizet atje, shpërndahet në shtetet të ndryshme dhe pastaj shkon në përqendra që përhapet drita. Themi dritë hyjnore sepse ashtu si që themi kemi ringjallje, kemi dhe, si të thuash, fitoren e dritës mbi errësirën. Kemi, do më thënë, merdita, në paganizëm merdita, do më thënë, janë simbolika që vazhdojnë në forma më të moderuare, por që janë esenciale. Që janë kryesore, po. është fitoria mbi errësirën në fund. Fitoria të mirës dhe të keqes. Simbolika më e madhe e dritës është që e shpije në shtëpi, shpije dritë, shpije ngrohtësi në zemra dhe dritë në mendime,
që njerëzit mos miren më me gjëra të vogla, t'i harojmë ato gëcmëcet e vogla dhe të jemi dritpamës në kuptimin që të shikojmë anët e mira dhe të forcohet më shumë familja, dashuria, qoftë në familje, qoftë në shoqëri. Ky është mesazhi në fund të fundit. E vërtet, Alda, ju e keni lënë ndonjëherë në një natë? Asnjëherë. Edhe nëse unë mund të kem qenë pak sa e lodhur, janë vajzat që më shtyn mami, do ikim patjetër. Jemi shumë të lidhur. Shkohet çdo vit. Dhe drita sillet, po patjetër. Se unë për shembull e kam bërë këtë që kam deleguar detyrë. Edhe unë e kam deleguar 1-2 herë, se mos pas lidhjes kam qenë ato. Nuk kam mundur të shkoj me fëmijë të vogël, është e pamundur, po kem vajtur të ditën në diel, për shembull paradite që mund të marrësh të bësh edhe ritualin e meshës, ka qenë. Po që jo, edhe unë ka pasur raste e kam lënë, po e kam deleguar të lutem më sillni ose të vi të marr flakën ose të ma sjellë dikush flakën, sepse po flakën e kam pasur gjithmonë në shtëpi. Dhe dhurata e prindërve të mi për Adajn, për djalin tim, është ai qiriu që e kanë marrë në Greqi për efekt se atje janë një çik më të fokusuara këto dhuratat, këto janë dekorimet, aty bëhet një javë pushim, domethënë që përgatitjet të vazhdojnë. Dhe ne vendesim atë, e mbajmë të ndezur deri sa fiket vetë, nuk e fikim. Nuk pra, kjo është... Ky është rregulli juaj. Ky është rregulli, nuk fiket. Duhet të fiket vetë, por duhet të çohet në shtëpi. Te kemi primare. Po, dhe në fakt, kur jem me fëmijë të vogël është kjo vështirësia, se këtë, për shembull, 2 vitet e fundit nuk e kam bërë, nga që s'kisha ku të lija djalin, edhe shkonte bashkëshorti me djalin e madh. Edhe merrnin dhe sillnin flakën në shtëpi që të paktën ta kryenim këtë ritual, po ja për shembull këtë fikjen e vetë të qiriut unë nuk e lë dot. E lë 1 orë, 2 orë në balkon, pastaj ekziston frika. Po, ekziston frika neve, po. Unë e lë të lavamarit. Por nëse përdoren këto shandana që na solli dhe zonja Frederika, sepse edhe unë ato përdor, janë më të sigurta. Dhe brenda në lavamarit. Dhe rezistojnë, po. Dhe ne ashtu e bëjmë transportin, për të gjitha arsye që tha zonja Frederika, për erën, për shiun, për çfarëdo lloj gjëre, dhe është edhe më e lehtë për të transportuar në shtëpi. Vonë kemi kuptuar këtë tek ne, në shtëpinë tonë, se po më kujtohet një rast kur ishim me makinë, edhe unë e kisha qirinç në variantin qiriun e dorës që marrim në kish. Ta dini jo çfarë kam hequr unë, ta çoja flakën në shtëpi se mos më fikej. Po mirë kjo. Po mos tymi më nxinte tavalin e makinës, ishte problemi tjetër. Nuk e keni iden, ka qenë një sfidë. Mirë këto, se këto janë, okej, po frika më e madhe kur shkon në kish në këtë ditë është kujdes flokët. Kujdes edhe je gjithkohë në shuna alertë. Se mos ka është dikush që mos po të dijek flokët ose mos për dijek. Dhe unë për shembull bëj një gjë kur shkoj në kish, gjithmonë flakën e kam marrë nga një fëmijë. Po. Është mirë, domethënë, që të merret nga një fëmijë. Dhe sa herë që shkoj në kish i them, gjendo një fëmijë që është me ta marr pak flakën? Po thotë edhe, ke më shikon. Nuk e ke qëllimin që të shkosh direkt tek prifti? Jo, nuk e kam qëllimin. Shpresoj mos ta këndezur vetë. Po, është një flakë që shpërndahet, që nuk ka pse. Ka njerëz që e kanë fiksim, unë kam një të afër timin që po nuk shkoj tek prifti ta marr flakën, nuk e quan. Ja. Ja. Thuaj tani se keni këtë punë. Kjo pjesa e simbolikës ndarjes dritës është pjesë e festës. Po, normal, por ja shikoj një çik. Është një fiksim që di që e merr nga një njeri vërtet i pastër. Domethënë kjo ose të paktën kjo më ka ngelur në mendje mua dhe nuk e shkur dot. Qëndron logjika edhe në një fëmijë. Po, prandaj fëmijët. Dhe e merr direkt tek burimi. Mbaj mend një vit kur doli kure peshkopi dhe kisha gocën e vogël, zgjati dorën, mbaja gocën në dorë, zgjati ajo që ririn që ta mirte, edhe gjithë gëzim, do më thëmë më pa krye peshkopi, do më thëmë gjithë knajsi ajo duke shprehur. Kështu që janë gjëra që lënë mbresa psikologjike të njeriu dhe rritesh dhe edukohesh me këtë gjë. Frederika, kuptoj se ju jeni e lidhur me kishën, me fen. Pra nuk është vetëm të pashkët, por në përgjithësi gjatë vitit? Shikoj, në përgjithësi e respektoj, jo më shumë se ç'duhet, festat pa diskutim që i festojmë dhe i bëjmë të gjitha traditat e mundshme,
Por për shembull këtë periudhën që e kreshmës që është 40 ditë unë nuk e mbaj dot, mbasi jam në punë, jo të gjithë familjarët e mbajnë dhe detyrimisht në një moment të caktuar e thyej. Por ama në qoftë se ka vërtet për të respektuar për sakrificat janë pikërisht të krishterët ortodoks të cilët për 40 ditë nuk kanë ngrënë produkte mishi dhe nën produktet shtazore. Do me thonë të mos hash mish, mos qumshtin, djathin, vezën, është sakrificë e madhe, dhe është një pastrim shumë i mirë i organizmit. Por, kush ka mend duhet ta bëjmë, me thënë drejtën. Dhe jo më kot zgjidhet kjo periudha e pranverës, mbasi kemi rinovimin e gjakut në trupin e njeriu dhe është një pastrim i plot i organizmit për të futur gjakun e ri. Kështu që shumë gjëra që ne i shikojmë në konceptin që se janë fetare, normal ka në bazë shkencën, natyrën, traditat mijëvjeçare të njerëzimit për të mirën e njeriut. Ashtu është, e ka mësuar njeriu se fundja kjo është historia dhe kështu mësojmë nga njëri tjetri. Nuk është e kot, po themi, as ai ligji i shkruar i fesë, ka patur një arsye përse është shkruar, ka patur një logjik nga pas. Kreshmën e keni mbajtur ju, Alda? Ja. Nuk se lloheni, po themi, në këto aspekte të fesë? Jo, aq shumë. Unë jam ortodokse e bërë pas martese. Pra, unë kam lindur në një familje muslimane, por thellë brenda vetes time, sepse unë besoj se feja nuk duhet trashëguar për çfarë ti ndjen. Thellë brenda vetes time kam dashur gjithmonë fen katolike dhe Zoti deshe të martoheshe me një djalë të fesë ortodokse dhe kështu që kam marrë ritet e tyre. Por avash unë jam duke mësuar ende, kështu që më pëlqen se ka simbolika dhe festa. Tek të parët, do me thonë tek ajo çfarë ke trashëguar na dënën tënde nga të parët e to, në shekuj, në mijëvjeçar. Është shumë e çuditshme. Unë gjithmonë shkoja në kishë, edhe pse nga familja ishim musliman, unë shkoja në kishë, ndjeja më pranë vetës. Ndjeshe mirë atje. Po, ndjesha mirë atje. Ky është ai efekti i vajtjes në kishë, edhe për besoj njësoj vlen për besimtarët musliman kur shkojnë në xhami, pra është një qetësi edhe një paqe që ti e ndjen kur ti je brenda atyre. Është një thirrje, besoj, brenda. Ka një kishë që ka dhënë një ndjesi të veçantë, kam dëgjuar këtë nga shumë. Ka një kishë ose një objekt kulti që ka një ndjesi të veçantë? Është vetëm në kohën kur unë shkoja, që më ka thirrur, paktën ka qenë kisha tek rruga e Kavajës, ajo ka qenë e para, më pas u krijua dhe tjetra, kështu që unë atje ndjej veten time më mirë. Mbase ka qenë, nga që aty kam hyrë për herë të parë. Aty jam martuar, aty jam pagzuar. Është një vend që mund të shkosh kur aty kam pagzuar dhe fëmijët. Kur ke një ndjesi tënde mbase jo të mirë ose edhe shumë të mirë. Është vërtet, shkon, gjen qetësinë tënde, mendon, reflekton, mund t'i lutesh Zotit, kështu që është e paqë. Është e paqë. Kurse unë e kam një kishë që është në Lezhë, diku në Fisht, pak është kisha Shën e Ofemnia, ajo është një kishë shumë, ka një burim brenda ujë, është ajo, kanë bërë një tipë, nuk e di, kanë gdhëndur besoj, gjyqëreshën e shenjtë dhe aty gjithmonë kur kam dalë nga aty më duke sikur trupi im peshonte më pak, do me thënë isha më e qetë. Atë e kam që një herë në kaq shkoj. Është pak e vështirë si rrugë se është e ngushtë dhe pak malore, pra mua më duken këto kishat e qytetit sikur janë ndonjëherë dhe tepër të ngarkuar dhe me energjinë e njerëzve. E besoj shumë këtë energjinë, kurse ajo është një kishë që sinqerisht unë do t'ja rekomandoja të gjithë të shkoni ta vizitoni një herë. Është në mal sipër, ka vetëm natyrë, është shumë e qetë. Mund të ndezësh qiri patjetër, por nuk ka një vend ku mund të blien, duhet ta marrësh me vete. Kuptoj. Është thjesht një vend për të shkuar dhe për të ndjenjur për të lutur, ndoshta edhe për të qetësuar. Për të qetësuar, sinqerisht. Edhe bën atë lidhjen tënde. Momente në jetë që kam pas nevojshme dhe vërtet kanë qenë. Dhe kur kam çuar edhe disa persona të tjerë, për shembull të afërm të mi, kanë dalë thotë më duket sikur po më zë gjumi, për shembull edhe në këmbë, aq shumë
energji të tillë kanë gjetur, po. Janë natyrisht edhe ritualet edhe zakonet që ne kemi të lidhura në këtë rast me fen që e kanë efektin e tyre shpirtëror dhe prandaj njeriu shkon ku shkon, them unë prapë së prapë do ta gjej atë rrugën për t'ju drejtuar Zotit, për t'ju drejtuar fuqisë mbi natyrshme, pavarësisht se dikush e quan natyra, dikush e quan nuk ekziston, pra kanë perceptime secili me të drejtën e vet personale, por gjithsesi vjen një pikë ku ne Zotit i drejtohemi, sidomos kur kemi nevojë. Dalemi pak tek zbukurimet që ka bërë Alda. Tani, vezët vendos ti bësh të kuqe gjithmonë apo luan ndoshta edhe me ngjyrat dhe me dekorimin e tyre? Ne ortodoksët, të themi të drejtën, jemi pak të lidhur me ngjyrën e kuqe, për simbolikën e saj, simbolizojnë gjakun e Krishtit, por unë të them të drejtën i bëj paksa edhe me ngjyra, duke pasur vajzat, ato kanë kënaqësi, ti bëjnë pak disa të emrat e vet, që lexoj aty Aleksia. Po, unë kam fatin prej faqes të njoh shumë vajza të talentuara, të cilat më bëjnë edhe gjëra të personalizuara, siç janë në të tilla raste këto dekore që kam sjell, vezët të personalizuara me emrat e vajzave, apo këto sportat e vogla ku mund të vendosen vezët në mëngjes, për shembull mëngjesin e pashkve. Ato duken të bëra me dorë. Të bëra me dorë, me grep. Në videon që kemi tani në ekran, është një tryezë që ti e ke dekoruar për faqen tënde në Instagram, apo kjo është dreka që bëni, pra ky është shtrimi që ti ndjek edhe për drekën? Unë mundohem ta ndjek të shtrim, por duke pasur shumë pjatë në tavolinë, disa gjëra do hiqen. Se zakonisht për duke hiqur. Shumicën e gjërave i lej, për shumë gjërat e vogla të cilat nuk ndikojnë domethënë në vendosin e pjatave, këto i lej. Kurse këtë gjën e madhe në mes, për shembull mund ta heqim, ta evitojmë. Bukur e ke bërë. Një po themi kompozim me lepurusha, me ëmbëlsira, me savurare, me këto karamelet e vogla, me qirint, vezët. Janë të gjitha detaje që edhe ti ke zgjedhur ngjyrën e gjelbër gjithashtu. Po, e tha Frederika që është vazhdimësia. Është vazhdimësi. Çdo vit e ndryshon? Çdo vit mundohem ta ndryshoj, të sjell risi të reja. Ja, këtu për shembull ke zgjedhur dek dhe ke varur si dekor. Dek kumbull më duket. Këtu i kputa nga Baçja dhe është private, kështu që e ke kollaj fare. Në rregull, është interesante se si kombinon elementët dhe ngjyrat, po besoj përveç shtrimit të tryezës ti këtë zbukurim e bën edhe në pjesën tjetër të shtëpisë, siç bën për festën e Krishtlindjeve, kujtoj. Patjetër, vendosen jastikët me lepurusha. Lepurushi është bërë një pjesë e pandashme e dekoreve. Me sa duket ishte i lidhur me pjellorin, kështu që prandaj hyn edhe te kjo festë. Vendos qirin gjithandej, mundohem në gjithë shtëpinë të vendos detaje të vogla. Këtu ke ndryshuar zemra i kanë bërë vajzat? Pecetat po të vendosem në zemra. Këtu ke zgjedhur ngjyrën më blu, edhe të kaltër, të kuqen, roza e lehtë, ngjyrat pastel. Pikturuar është gjithë tavolina, me gjitha nuancat që rinë harmoni me njëra tjetrën. Pyetja tjetër e imja është sa palgota ke? Se ishin të gjelbra, këto janë blu. E ke marrë ngjyra ti? I kam marrë ngjyra që ti kombinoj me të gjitha stilet e tavolinës që krijoj. Sigurisht se vje vit i ri duhen të kuqe. Nuk di domethënë si e del me shumëllojshmërinë e gotave, them për vendosje, se unë aty e kam problemin. Ku ti vë gjatë vitit që të mos kemë problem. Kurse kjo është e këtij viti, pra e kam bërë së fundmi. Çfarë komentesh merr në lidhje me dekorimin e tryezave? Vajzat i pëlqejnë, mundohen, i bëjnë safe, pra që mundohen që t'i rikrijojnë në shtëpitë e tyre. Unë mundohem të bëj gjëra të thjeshta që edhe vajzat të dinë se ku t'i marrin, që ta rikrijojnë dhe ato sa më thjesht në shtëpi. Dhe sa kohë të merr? Kjo tavolinë ka marrë shumë pak kohë, vetëm gjysmore. Është e thjesht. Më shumë më morë fryrë ato mbase rësirë se sa shtrimit. Atëherë ti ke bërë. Thua gjysmore për rregullimin. Për rregullimin. Atë më dësh dhe mua ta rregulloja. Por ama për të mbledhur elemente. Për të mbledhur elemente, për shembull disa elemente janë ndër vite, kështu që tani ti aty ke vendosur një mbulesë me lepurush, ke vendosur një runner mesore, dhe më pas ke dekoruar me qirint në formë veze. Që nuk mungojnë, pra që është drita në formë, po. Dhe karotat, çfarë karote është ajo?
në pjatë? Është Janë nga ato dekorative? Dekorative. Në rregull, është një lloj Thjesht ëmbëlsire. dekorative. Bukuri. Karrotat e lepurushit. Tani Kemi lepurushit. Nuk e di këtë Është punë. lepurushi atje, Do hajnë dhe karrota. Nuk e keni Për dyqan. Ku Jo, është jo, jo. lepurushi Me fëmijë të verdh. vegjël nuk lejohen. Jo, ne Ne jemi sa më safe. ose do i përtypin, ose do i shkatrojnë. Nuk i kemë nuk ka vitin tjetër. mundësi rrugë të mesme. Mirë, të bëjmë një shkëputje tjetër publicitare, kthehemi pas pak me zakone të tjera që kanë të bëjnë jo thjesht me pjesën e dekorimit, por atë çfarë ne gatuajmë, bëjmë, konsumojmë, themi me njëri tjetrin për festën e Pashkëve. Mirë, jemi në pjesën e fundit të programit. Po flasim për Pashkët, e kemi nisur me atë çfarë është tradita e së shtunës, përgatitja e qirinjve, dekorimi i tyre, më pas vajtja në kish, marrja e dritës apo e flakës dhe dërgimi në shtëpi. A e vazhdoni magjiricën, besoj e gatuani apo jo? Po, supa me oriz. E hanja në darkë kur shkoni në shtëpi apo e shtroni të Ne dielën? shtrojmë të dielën për drek. Zakonisht gatuan vjera ime, bën supën magjeric, përdorit mishi i qingjit për të treguar sakrificën, pra. Mish qingji me patate, të tilla gatime. Po. Dhe pastaj, atëherë bie të dielën në thjesht dërgoni flakën në shtunën ndjes, dërgoni flakën në shtëpi dhe bëni shtrimin ditën e diel. Shtoni familjar? Familja e ngushtë, pritrit. Po, sigurisht. Dhe kënaqeni Ne po. bëjmë në natyrë. E para se nuk ka shtëpi që na nxe, se janë bërë shumë kalamaj, edhe do edhe 2 ditë ti mbledhësh ato gjëra dhe preferojmë natyrën. Piknik. Piknik. Jemi në piknik të dielën, me të afërmit familjarë që e festojnë, nga ana mamit, kështu që mishin kemi po patjetër, është kështu domosdoshmëri, por këtë magjiricën mami im nuk e di, u bë që nuk e përdorën, nuk e gatuan. Kështu që mishin, ne jemi shumë për mishin, duam shumë mishin, dhe jemi për piknik, në natyrë, si që tha dhe pak më përpara. Pak më tepër po të kesh, ne mblidhemi te një kushuri rejon që ka një vilë dhe aktualisht për Krishtlindje dhe për Pashkët bëhemi me 25 veta në përgjithësi, diku te 30. Për Krishtlindje mblidhemi dhe më shumë, me thënë të drejtën, bëhemi dhe 50 veta, por duke qenë ambient brenda, ndërsa shtrimin e bëjmë jashtë dhe gjithë një përpiqemi që do bjerishi, kemi edhe tendat apo stafat që të mos... Zakonisht diell ka qenë. Gjithë një ka qenë e rrezikshme, gjithë një ka qenë... Këto 2 vitet e fundit ka qenë një çik më e qetë, por në përgjithësi ka qenë e rrezikshme dita e parë. Diell në përgjithësi të dielën, po. Gjithë një, domethënë kam parë këtë që rrezikon, të kemi çadrat, të kemi domethënë gjëra rezerv. Çadrat nuk i përdorim vetëm se mos bjeri shi, por edhe kur ka diell, të bie dielli në shesh të kokës tani në kamer. Kështu që dhe ajo është një moment që duhet të mbrohesh, po. Faktikisht nuk është vetëm, sepse normal gjithë bukuria është që e pjekim mishin në hell dhe kalojmë të gjithë nga një çik që e rrotullojmë, sidomos fëmijët që kanë kënaqësinë më të madhe për ta rrotulluar. Neve magjiricën e ham në darkë, mbasi kthehemi nga kisha, por ruajmë edhe për në drekë, se si Gjirokastrit të kemi domethënë një pjesë kush të dojmë me dëshirë domethënë, por që kjo është Për mua është pjesa më e tradita. bukur e darkës ajo. Pastaj në shtëpi ha magjiricën tim got në verës. Është e bukur sepse nuk mbaron vetëm me kaq, neve këndojmë, kërcejmë, domethënë kjo është pjesa më e bukur e jetës. Bashkimi, harmonia, gëzimi që sjell në festë. Po diskutonim dhe pak më përpara se të fillonte emisioni, çfarë më ka lënë mbres kur mbas hapjes së kufive, me tim shoq që emigruam në Greqi bashkë me fëmijët dhe atje ku punonte ai, ata në ditën e Pashkës ftuan gjithë personelin e punës në shtëpinë e tyre që kishin diku në periferi të Asinës dhe ushtrua një tavolinë e madhe, gjatë, një pjesë e tyre sepse ishin pont që punonin, i binin filharmonikës, mësohesh me tradita të
si të krahinave të ndryshme, por që u kryua një atmosferë shumë e këndshme. Por ajo që më la shumë bres ishte sepse në familjen ku organizoj dhe në mblodhi të gjithë dhe kishte ndodhur një vdekje. Dhe gjatë kohës që po festonin, ato gratë e shtëpis këndonin, kërcenin dhe qanin një kohësisht. Dhe me thënë, i kishim mbledhur 3 elementet jetësor bashkarisht. Dhe me thënë, dhe kujtonin njeriun që nuk e kishin më, por një kohësisht triumfon të jeta, vazhdimi jetës. Dhe me thënë, për pashk prishejzia, kjo ishte, dhe rifilon të prap gëzimi në familje. Për vazhdimësin e jetës. Dhe me thënë, kaq boll hidhërimi, fillon gëzimi sepse në familje janë dhe fëmijët që po rriten. Nuk kam se të ushqen që në fëmijëri me dhimbje, përvërsi se si ja jep mesazhet më vonë kur të rriten, kështu që më kalon një mbres të jashtëzakonshme kja. Dhe në fakt bëhet fjalë edhe për një vend ortodoks i cili festën e Pashkëve në këtë rast e ka shumë të shenjtë. Edhe festohet. Dhe i ruajnë zakonet, traditat më shumë se ne. Në një farë mënyre përshtatemi, respektojmë, i bëjmë, mësojmë që nga vite në vit dhe i shtojmë. Ne mund të themi se jemi pak më si përfaqësor deri diku, flas jo të gjitha familjet, po në përgjithësi mund të jemi më shumë me dëshirën e mirë për të bërë një atmosferë të gëzueshme, për të kaluar kohë së bashku, më shumë se sa të jesh 100% po themi me të gjitha rregullat që të përcakton feja për secilin nga festat. Kjo ka ardhur dhe si thua harmonia midis feve në Shqipëri pikërisht këtë të mirë ka sjell. Ndoshta e mira ka ardhur nga diktatura që duke u mohuar feja në një farë mënyre i sheshuam ato ndarjet, po, dhe jetojmë në një harmoni më të plot duke i festuar të gjitha fet. Dhe kjo ka të mirën e vet. Sidomos darka e marrjes dritës hynore është shumë magjepse. Dhe më thënë, atje nuk vinë vetëm të krishterë, atje vinë, dhe më thënë, krishterë, të gjitha llojet e feve për të marrë dritën, për të shpur dritë në shtëpi. Dhe kjo është mesazhi, kjo është simboli e saj, sepse shpje dritën, shpje paqe dhe është shumë e bukur duke pasur shpinë atje tek muslimshuri dhe i shikon se si shpërndahen, po bëj shpesh herë një regji të madhe në mendje duke ato janë tamam se ato venat e trupit të njeriut që fillojnë nga rrugët kryesore duke u ngricuar, duke u shpërndar, po, dhe shtëpiet duke u ndezur nga një dritë në çdo shtëpi. Është shumë simbolike, është shumë e bukur. Ta mendosh artistikisht bukur, pa. Është e bukur. Meqense e përmendi Frederika, keni pasur mikesha që janë të një feje tjetër edhe kanë zgjedhur për shembull të bëjnë diçka në lidhje me Pashkët ose t'ju bëjnë një dhuratë në lidhje me festën tuaj apo ku diun të ndezin një qiri t'ju shoqërojnë ndoshta në kish? Po. Mua më kanë ardhur dhe miqësi për shembull që nuk kanë qenë të festë. Kanë ardhur vetëm për të marrë për shembull flakën, dritën. Është dhe pak kurioziteti që i shtyr njerëzit në fakt të them të drejtën, por gjithsesi në këto festa neve si popull jemi mësuar që të bashkohemi, domethënë edhe nuk kemi pasur siç e tha edhe zonja që kemi pas harmoninë. Po ka patur, madje unë se ne kemi atë shpërndarjen e vezës që e shpërndajmë, ruajmë një vit dhe mbas një viti e hedhim në lum ose e rrënjosim në një pemë. Apo jo, nuk e di nëse rrënjë trëndafili, por që presupozon që të ketë bollëk ose rrjedhshmëri të gjërave, vazhdimsi. Dhe për shembull unë i kam shpërndar ato vezët edhe dhe ato që të sjellin, i mbajmë dhe i ruajmë për vitin tjetër. Të them një detaj shumë interesant. Vitet e fundit të jetës gjyshit tim, se ka jetuar në Turqi dhe ka qenë në ishull, tezja ka shkuar për t'i shërbyer dhe
Për Pashkët, Tezja më thoshte që bëj 160 vezë dhe i shpërndante në të gjithë jeshullin. 160 vezë. Dhe në Turqi ka shpërndar. Të kuqe. Sa shumë. Unë të shtoj zakonisht se më thyhen disa prej atyre që marë. 180 të është brënda. Vajza ime po më thoshte Sigurisht edhe ajo kishte rezervë, domethënë, sepse nga viti në vit i kërkonin, do më bësh dhe mua, do më bësh dhe mua. Po, sepse e nisi fillimisht me ata çfarë kishte të shtëpia rreth e rrodhu dhe nga viti në vit të Doli në të gjithë ishullin. Ashtu dhe vajzat e mia sot në mëngjes po më thonin mami do të çojmë dhe në klasë për shokët dhe shoqet. Patjetër, 3 vajza, 3 3 klasa. vajza, 3 klasa. Llogaritë Shiko se mirë lodhja. Po ka të shumë kosto. Ka shkuar kokra vezës. Është knajsi, 300 lekë ka shkuar. Ju falenderoj shumë. Ishte shumë bukur që ndam bashkë këtë ditë. T'ju shkoj mbar, gëzuar. Edhe takohemi në takimet të tjera. Gëzuar të gjithëve. Pashkë të gëzuara. Pashkë të bukura dhe periudhë të gëzuara. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Ju përshëndes, dëgjojmë nesër.